për të dhënë mesazhin se edhe Presheva është me Hashimthaçin, edhe Presheva është me çlirimtarët, edhe Presheva ose shqiptarët e Preshevës janë me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe të tjerët. Dhe jemi kundër padrejtësive që është skandaloze, sepse nuk ka një gjykatë në botë që në paraburgim të mbaj për aq kohë të gjatë. Gjykata e Hagës mbas gjithë kronologjive të tilla do të vendos në emër të popullit për të liruar çlirimtarët. Pa dyshim se Lugina Preshevës ishte prezente edhe në protestën në Prishtinë, që ishte kohë më parë në sheshin Skënderbej. Po dhe sot gjithashtu në sheshin Skënderbej është protesta e dytë me të njëjtin motiv, me të njëjtin mesazh kundër padrejtësive që po ndodhin në gjykatën e Hagës, dhe në këtë drejtim Partia Demokratike Shqiptare e ka patur arsyeshme që të jetë pjesë edhe protestës në Prishtinë, edhe protestës sot këtu në Tiranë, përveç asaj në Hagë që ishte, por ishte dedikuar për bashkë adhetarët tanë që janë në Europën Perëndimore, si nga Lugina, Kosova dhe gjithandej. Po megjithatë, këtu duke qenë në afërsi, edhe përkundër asaj se kemi përshkruar një rrugë mbi 600 km prej Preshevës deri në Tiranë, me kënaqësi shumë të madhe, kemi mbushur një autobus për të qenë bashkë këtu sot për të dhënë mesazhin se edhe Presheva është me Hashimthaçin, edhe Presheva është me çlirimtarët, edhe Presheva ose shqiptarët e Preshevës janë me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe të tjerët. Dhe jemi kundër padrejtësive që është viti i 5 që ata ndodhen dhe është skandaloze, sepse nuk ka një gjykatë në botë që në paraburgim të mbaj për aq kohë të gjatë, 5 vite. Paraburgime zakonisht ndodhin në 30 ditë, paraburgime ndodhen në 60 ditë, 90 ditë më shumë le të jenë, ose një vit, por jo edhe 5 vite. Patjetër se po, me bindje shumë thellë dhe shumë sigurt, sepse kush nuk e prat këtë. Është shumë e vërtetë se çdo gjykatë në botë gjykon në emër të popullit. Dhe kjo gjykatë nuk e ka çare pa u thirrë në emër të popullit. Po cilit popull? Kosovës. Po çfarë thot populli i Kosovës në protestën në Prishtinë? Çfarë tha sot në protestën në Tiranë? Çfarë tha në protestën në Hagë? Çfarë do thot nesër në protestën në Shkup? Dhe cili është opinioni i shqiptarëve që të mos dënohen? Prandaj gjykata e Hagës mbas gjithë kronologjive të tilla do të vendos në emër të popullit për të liruar çlirimtarët.